Muaji maj është muaji i ndërgjegjësimit të sëmundjeve të zemrës, duke përfshirë këtu dy nga sëmundjet më të rëndësishme, siç janë insuficiencia kardiake dhe hipertensioni arterial, ose tensioni i lartë i gjakut. Insuficiencia kardiake ose pamjaftueshmëria e zemrës është një nga sëmundjet më të rëndësishme që prekin një numër të madh pacientësh në të gjithë botën edhe në vendin tonë. Hipertensioni ose tensioni i lartë i gjakut është faktori kryesor i rrezikut për shfaqjen e sëmundjeve të tjera kardiovaskulare. Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme parandalimi i tij. Si mund ta kuptojmë nëse kemi hipertension? Mund të kemi disa simptoma si dhimbje koke, marrje mendsh, mungesë përqendrimi, në një pjesë të madhe të rasteve nuk kemi simptoma, prandaj është shumë e rëndësishme matja e vlerave të tensionit, pra të bëjmë matje edhe vetë në shtëpi, por edhe duke kryer vizita periodike tek mjeku. Matja e tensionit është shumë e rëndësishme për diagnostikimin e tij. Duke shfrytëzuar këtë muaj si muaj ndërgjegjësimi ndaj sëmundjeve të zemrës, ne i rekomandojmë pacientëve që të bëjnë vizita tek mjeku specialist.